بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Falënderimet dhe lavdrimet qofshin për Allahun xhalla xhelaluhu. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër, pas një pauze jo të shkurtër, kthehemi pak disa derse para muajit shejt Ramazanit, pasi kemi folur një kohë për disa sahabit të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhenet sa ishin gjallë, ndërsa këto javë që kanë mbetur para Ramazanit, inshallah do të ndalemi me disa çështje që kanë të bëjnë me agjërimin e Ramazanit, për faktin se besimtari para se ti qaset një ibadeti është e udhës ti njoh disa gjëra që kanë të bëjnë me atë ibadet edhe adhurim. Normal, meselet e agjërimit, nëse dojmë i trajtu në aspektin fiqhor të jurisprudencës islame, padyshim se janë meselet gjata dhe lypin trajtim gjatë. Mirë po ajo që kam menduar se është e udhës në dersin e sotëm, edhe në derset e radhës deri në muajin e Ramazanit, është se a thua vallë çfarë ndikimi ka agjërimi i Ramazanit tek besimtari, gjegjesisht gjurmët që i le agjërimi i Ramazanit në besimin e njeriut. Javën që shkoj me Hoxhën Fidan Xhelili, ishëm për një seminar në Bruksel, edhe në esencë janë trajtu çdo tema. Ndikimi i shtyllave të islamit në besimin e njerëzit. Nëse ndalemi edhe i analizojmë shkurtimisht, kemë me pasë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rënditjen e shtyllave të islamit e ka bërë në atë aspekt se çysh realizohen ato. Fillimisht ka thonë buniyal islamu ala khams, islami është ndërtu mbi 5 shtylla: shahadati an la ilaha illa Allah, dëshmia se nuk ka kush që meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut një, dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob edhe i dërguari i tij, pastaj falja e namazit, dhënia e zakatit, haxhi edhe agjërimi i Ramazanit. Shahadeti është çështje që ngërthen edhe meselet e besimit, shpethon në veten e vet, i ngërthen besimin në Allahun, në melaqet, në pejgambert e kështu me radhë, për faktin se është një mesele që përmendin ulemaja, që islami edhe imani, sa herë kur bëhen bashk ndahen, edhe sa herë që ndahen bashkohen. Dhe më thonë kuptimet e tyre, me një kontekst, apo me një vend, nëse përmendet islami edhe imani, se cila ka kuptim në vete. E nëse përmendet në të ndara, se cila e ngërthen edhe kuptimin e tjetrës. Idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a, që çtu kanë thonë. Kur të bashkohen ndahen edhe kur ndahen bashkohen. Do të thonë kuptim. Shahadeti tash këtë rast ngërthen në vetë edhe krejt kushtet e besimit. Ndërsa nëse e shohim pastaj rënditjen e shtyllave të tjera të islamit,
E gjejmë se namazi është veprim i cili realizohet me gjymtyr, edhe nuk bie obligueshmëria e tij në çfarëdo gjendje që je. Nëse je i shëndosh, e fal në kom. Nëse je i sëmur, e fal ulur. Nëse je tepër i sëmur, e fal shtrit. Mirë po nuk bie obligueshmëria e tij. Është krye këpo që realizohet me vepra, me gjymtyr. Ndërsa zeqati, jo, zeqati ndryshon. Zeqati është adhurim i cili realizohet me çka? Me pasuri. Nëse e ka arrit sasin e caktuar, jepet zeqati. Nëse nuk e arrit, nuk jepet zeqati. E haxhi, çka është puna e tij? I ka bashku që të dyja. Edhe veprimin me gjymtyr, edhe shme thonë me pasën pasurit të mjaftueshme që të qonë që i kam përmendur në ulemoja, mundesh me realizu haxhin edhe familjes i mbetet diçka që munden me e mbijetu deri në kohën kur kthehesh ti. Që nëse njona prej tjetrës bjen, nuk është obligim haxhi. Pejgamberi Allahu xhalla wa ala në Kur'an thot: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Për Allahun xhalla wa ala, njerëzit e kanë obligim haxhin ata të cilët kanë mundësi udhëtimi tek ajo, qoftë me shëndet, qoftë me pasuri. Do të thonë patjetër duhet me realizu që të dyja për me pasën të obligim haxhin. Nëse nuk je i shëndosh, je i smur, nuk mundesh me lëviz, se ke obligim haxhin. Nëse je i shëndosh, mirë po nuk ke pasuri, nuk e ke obligim haxhin. Do me thonë, i bën që të dy veprimet, namazit edhe zeqatit bashkë. Do me thonë me trup edhe me pasuri. Agjërimi kthehet tek çështja e namazit. Do me thonë realizohet me gjymtyr. Nuk ka dallim pasoniku prej të varfërit. A është e qartë? Agjërimi si obligim është bën cilën vet, kush e din? Kur është bën obligim agjërimi? Namazi është bën në Mekë. Zeqati kanë thonë ka filluar në Mekë, detajet kanë ardhur në Medinë. Ndërsa agjërimi e haxhi është obligimi i fundit, në vitin e 9 sipas hijretit. Agjërimi në cilën vet është bë obligim në vitin e 2 hijri, në muajin Sha'ban. Në muajin Sha'ban kanë zbrit ajetet me cilat Allahu xhalla wa ala e ka obligu agjërimin e muajit Ramazan. Ajetet të cilat flasin për agjërimin janë të pakta. Janë pak, krejt pak janë, që flasin për agjërimin e Ramazanit. Mirë po, për mbajtja e këtyre ajeteve është madhështore. Për mbajtja e këtyre ajeteve është madhështore. Agjërimi si jo çdo ibadet, shme thonë shumica absolute e adhurimeve, shumica absolute e dispozitave të Allahu xhalla wa ala, për me e kuptu urtësinë apo arsyen e obligueshmërisë tyre, duhet me hulumtu gjatë. Ndërsa të agjërimi është prej veprave të pakta për të cilat Allahu xhelle xhelaluhu e ka potencu qartë arsyen se pse është obligu agjërimi. Hiç mos me të lodh. Fillim thot ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, agjërimi është bë obligim juve qysh ishte obligimi atyre që ishin para jush, cila është arsyeja? Në mënyrë që të bëni më të devotshëm te Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse mediton mirë çet ajet, për shembull, sot të gjen njerëz të cilët pretendojnë se Islami si fe është dogm. Çka i bie? Janë rituale që nuk dihen synimet e tyre, nuk dihet kuptimi i qartë i tyre. Do me thonë, shkon në xhami,
falesh, lutesh, del edhe kur gjë kërkujna. Agjeron, rri unt, e kryn edhe kur gjë kërkuj. Ja. Allahu Gjelle wa Ala e spjegon arsyen e qartë në këtë ajet. E edhe obligime tjera, shumica absolute, ndihet arsyeja dhe hikmeti i tyre. A ka obligime që Allahu Gjelle wa Ala i kalon, apo a ka veprime që Allahu i kalon të tilla? Do më thonë që ndoshta nuk kuptohet qartë synimet e tyne, ka. Pse i kalon kështu? I kalon për arsye me pa se ne si besimtar sa jemi në gjendje me e përfill mësimet e Allahu Gjelle wa Ala. A nuk ka thonë Aliu radiallahu ta'ala anhu, si kur t'ishte feja me logjik, kishim me u dhonë mes konve për fune e jumbi, për mi. Ka thonë. Pse na ju apë mes konve për mi e se apë për fune? Një zotë e din. Ama e aplikojmë që da aplikojmë, se kështu na ka mësu shëriati. Pse nuk lexojmë namazin e drekës me zonë e namazin e akshon të jacis po? Pse lexojmë namazin e sabajt me zonë? A i ka shku në i këndërmen në i herë kjo punë? Ka prej ulemove që kanë shkuën e kanë komentu largët mesele. Mirë po si do që tjetë, shpethonën mirë filli nuk dihet arsyeja se pse ndrejk heshtëm e në akshon lexojmë me zonë. Ama, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar kështu, na e aplikojmë dhe realizojmë ato të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e ka mësuar. Por mos më shku larg. Dëshirojnë ndalëm në disa pika që me i vazhdu inshallah edhe në mësimin e radhës, se çfarë ndikimi agjërimi si obligim, agjërimi Ramazanit ka tek individi edhe shoqëria. Jo e dini një hadith gjatë Umerit radiallahu ta'ala anhu, ku ka ardhen në Gjibrili për me amësuan fen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Umeri radiallahu ta'ala anhu, ishu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe erdhi thot një person, e përshkruan kështu: shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sha'ri, la yura alayhi atharu safari, wala ya'rifuhu minna ahad. E përshkruan me teshat bardha, me flokë të zeza, gjurmë të udhëtimit nuk shiheshin të aj, edhe kërkush se njofë prej neve. Ka ardhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka është imani, çka është islami, çka është ihsani, që e rregulli më hershëm. Kur jam përmend me një kontekst bash, se cila është nda me kuptim në vete. Ja ka shpjegu çka është imani. Ka thonë sadakt, në vërtetën e tha. Umeri radiallahu ta'ala anhu ka thonë, kunna thot jemi habit me ta. Jes'eluhu, e pëtke edhe ja vërtetojke. O çudet shumë, tash zakonisht pyet si kur të pyet për me ditë diçka. Ama kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka dhënë gjawabin për imanin, i ka thonë sadakt. Thot kunna, thot jemi habit me ta se thot jes'eluhu wa yusaddiquhu. E pyesta dhe ja vërteton se mire ke thonën. Çka është islami edhe çka është ihsani? E ka pyet. Çka është ihsani? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: an ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur je duke par ata. Edhe pse ai nuk të sheh, edhe pse ti nuk e sheh ato, ai sheh ty. Ta adhurosh Allahun sikur je duke par ata. Edhe pse ti nuk e sheh, ai sheh ty. Agjërimi si obligim, agjërimi Ramazanit të kalit në qëtë shtyllë. Nuk ka vepër e cila bëhet, shme thonë, ma me sinceritet se sa agjërimi. Çdo vepër tjetër që realizon mundet, shme thonë, në brendësin e sajna me e pas në i shibël dyshimit. Namazi mundet ka njëherë me të kapsu e farsia për para.
Zeqati mundën ndoshta me të kapë fatësia për para. Ama të agjerimi ja. Për këta i gjen uleman e vjetër, kanë thonën një njeri që ka sy e fatësi, edhe një hipokrit, nuk nje historia që kanë agjëru. Atë i cili ka sy e fatësi, edhe ka munafiklak, historia islame nuk jenë njeri t'il që ka agjëru. Mundet më ushit para njerëzve, se pa agjërana në më kur kthehet mrena, kur se shekër kush, mundet me hongër e me pi. Amo kur që ky person e stopon veten prej ngrënjes edhe pijes, atëhera agjërimi të ky person e kalicet që të ihsanin që është virtyt i rrallë i besimtarit edhe është kategoria më e lartë që arrin besimtari. Ta adhurosh Allahun si kur je duke pa atë, edhe pse ti nuk e sheh ai që tyje. Të agjërosh për hir të Allahut si kur je duke pa atë, e ndjen shmethonën për sjelljen e Allahu Gjelle wa Ala vazhdimisht për ty. Edhe atëherë kur mshefesh prej syve të njerëzve, edhe nuk të sheh kërkush, ti edhe që atëherë je në gjendje me stopu veten prej ushqimit, edhe prej pijes, se Allahu Gjelle Gjelaluhu të shetë. Do me thonë, agjërimi e kalit qëtë mesele tek besimtari. Çështja e dytë është se agjërimi është adhurimi i cili shumë shpejt mundet me të afru të takvallaku edhe devotshmëria. Çka është takvallak? Kush mundet ma definuan mua shkurt shqip takvallakun devotshmërinë? Shpejt. Po. Mi apliku urdhrat e Zotit dhe me ndalu nga ndalesat. Vëllezër, po e marr një shembull thjesht edhe me kuptu jo drejt. Nëse para vetës e ki një tokë të minune, ose e ki një tokë me thera, hajde të minune ma mirë, qysh ki me ecë? Të urujt, apo? Të urujt kështo, mos po shkelin minë, të urujt në tonë, mos po shkelin minë. Deri kur dalë që aqet gjithmonë ke me urujt. Për kufizimi i takvallakit në gjuhu është që kë. Apo edhe disa e luikaje, me urujt prej diçkaje. Pastaj kanë ardhur ulemoja, kanë thonë me marë mes vetës tonde edhe dënimit Allahu Gjelle wa Ala një penges. Cilat janë pengesat? Janë qëto që i përmeni hafozi. Sa herë kur Allahu Gjelle wa Ala kërkon prej tyje me realizu një punë, e vepron. Sa herë kur Allahu Gjelle wa Ala kërkon prej teje me undalu prej një diçka, i ndalohësh. Që kjo është takvallah. Tash Allah e na rujt e ke zjarmin e xhehenemit çtu, ti prej këtij zjarri duhesh me urujt. Me çka ruhesh prej këtij zjarri? Ruhesh me realizimin e kërkesave të Allahu Gjelle wa Ala. An taj'ala bainaka wa bain 'adhabillahi wiqaya. Çështu ka thonë, mes vetes tonë dhe dënimit të Zotit me marr një pengesë. E disa prej ulemave kur e kanë definuar takvallahun, edhe menoj Allahu Teala alem që është prej përkufizimeve më të mira që ka bërë devotshmërisë, kanë thonën an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Dhe veprosh ato që Allahu Gjelle wa Ala i ka kërku, gjithmonë me dije, të i dit ato dhe të edhi shpërblimin e tyre, edhe gjithë një kur e realizon ato, e shpreson shpërblimin e Allahu Gjelle wa Ala. Të njëjtën kohë, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Të njëjtën kohë i realizon të mirat, edhe ndalohesh prej ndalesave, gjithmonë të e ditë se Allahu Gjelle wa Ala i ka ndalu ato, edhe të frigru për i zjarrit.
Në Islam çështo duhet me ekzistu balancimi. I realizon detyrat edhe ndalohesh prej ndalesave. A është e qartë? Kjo është takollak. Jo tash për shembull veç me urujt, ka njerëz që ndoshta veç ruhet prej gjunove. A më të njëjtën kohë punë të mira pak bën. E ki edhe të kundërtën. Vepron punë të mira, më në këtë këtë on, kur së ndalet? Falet, vjedh, falet, rren, agjeron, s'nalet u rejt. Tu i në hak njerëzve. E besimtarit gjithmonë duhet me shkuën me qëtë balancim. Që kjo është definicioni për kufizimi i takvallahut më së miri. Shëriati Allahu Gjelle Gjelaluhu e synon që këtë. Apo me thonë kështu, agjërimi o shkolla ma e mira që të afronte takvallahu dhe devotshmëria. Edhe rruga më e shpejt që të afronte të kjo virtut i lartë. Është interesant nëse ndalesh me e pa për kufizimin e takvallahut në Kur'an, ajete që kanë thirrë për takvallah, çdo kisha pas shef me u ndal mirë, se gjejmë ajete që Allahu thot: o ju njerëz, frigojuni Zotit tuaj, o ju të cilët keni besu, frigojuni Zotit tuaj, o ti pejgamber, frigojo Zotit tënd. Te secila thirrje ka kuptim në vete. O ju njerëz, ja ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. O ju njerëz, keni frikë Allahut. Ittaqu rabbakum. Çka ka për synim? Ka për synim njësojeni Allahun Gjelle wa Ala me adhurim. Kërkujt mos i bëni shok. Ka për qëllim njëshmërinë e Allahut Gjelle wa Ala. Tek besimtarët, o ju besimtar, o ju cilët keni besu, keni druh Allahun, ka për qëllim që e përkufizum dhe i tasht. Me i realizu farzët edhe me undalu prej dalesave. O ti pejgamber, ki druh Allahun, a ja mërë menja që Allahu Gjelle wa Ala i bën thirrje pejgamberit më ndal për gjinoheve edhe me realizu farzët. Që ata pejgamber të Allahut janë të parë që i kanë kry këto obligime. Çka ka për qëllim? Kanë thonë ulemoja, ka për qëllim fastaqim kama umirt. Përqëndrohu në atë cilën je urdhëruar. Që kjo? Sikur është ajeti, disa sure, përqëndrohu në atë cilën ti je tani. Hec përpara se je në rrugë të mirë. A e kuptuat? Dhe më thonë takvallahu të pejgamber të Allahu Gjelle wa Ala e ka këtë synim. Në rregull. Prej çështjeve që i kalit apo që lë gjurmë agjërimi i Ramazanit tek njeriu është edhe mbjellja e sinqeritetit. Mbjellja e sinqeritetit, qiltërsisë edhe pastërtisë shpirtërore, që dallon prej takvallahut atje, që me thonë që dallon prej pjesës parë ihsanit, që vazhdimisht e ke ndjenjen që Allahu Gjelle wa Ala të përcjell ar-Raqib, mirë po këto ka për qëllim qiltërsinë edhe sinqeritetin e kulluar të besimtarit. Nëse themi se cila është arsyeja që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka përmend shpërblim specifik për agjëruesin, mundesh me thonë shkurt edhe shqip se doza e sinqeritetit tek agjërimi është më e lartë se në çdo adhurim tjetër. Doza e sinqeritetit tek agjërimi është më e lartë se në çdo obligim tjetër. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot me një hadith që hadith kudsi, e dini çka është, kuptimi është prej onës Allahu Gjelle wa Ala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ka thonë Allahu: kullu amal ibn Adam lahu. Çdo punë e birit të Ademit është për ta. El hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhaf. Çdo punë e birit të Ademit është për ta. E mira
shumëfishohet me sa? Me 10 ila deri në 700. Pastaj thot illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Përveç agjerimit, ai është për mua edhe unë shpërblej për ta. Çdo punë e birit Ademit i takon atij. Një e mirë shumë fishohet me 10. Deri që to krejt kanë hise. Kush e realizon një të mirë shpërblehet me 10. Pastaj thot deri në 700. Qysh realizohet që këtë dallimi tash se deri në 10 e mira me 10 krejt kanë hise. Çdo secili që e kryen në adhurim. Ndërsa prej 10 deri në 700 njerëzit dallojnë. Dallojnë varësisht për kushtimit të tyre që kanë në adhurim. Sa e sa njeri mundet me qenë me një saf, shpërblimet e ati dhe ati tjetërit janë si kur dita me notën. Sa e sa njeri hin me një saf Allahu Ekber, ka dikush kur të hin namaz, qak ka sen dënjos e len mas shpine. E ka dikush kur të hin namaz, në ashta zgjidhjet kryesore të problemeve ditës i gjen namaz. Tash a ka mundësi me qenë barabar shpërblim që ta dyja? Që to është hisja e qasaj që thash prej 10 deri në 700. Varësisht për kushtimit tonë në adhurim që e ke edhe hisën e shpërblimeve. Pastaj thot Allahu Jelle wa Ala në këtë hadith, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Përveç agjerimit, se ai është për mu, edhe unë di çysh e shpërblej atë. Allahu Jelle wa Ala ka gjitha veprave, themi kështu, javë ka caktu çmimin, javë ka qitë çmimin, sa shpërblim ka, përveç sabrit, e që agjerimi, shme thonë, vetën e vetë është sabër. Për faktin se ti bën durim, prej të ngranit, prej pijeve, prej intimitetit, prej gjërave që në esencë i ki të lejuara. E tash Allahu Jelle wa Ala ka thënë inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu durimtarve ju jep shpërblim pa llogari. Kjo e para edhe e dyta vëllezër ngoni mirë. Çto është një mesele interesant. E kam përmend disa komentator të këtyre haditheve. Ka ardhë me një hadith, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, etadruna man al-muflis. Sahabive ju ka thonë, etadruna man al-muflis. A e dini kush është i falimentuari? Çka kanë thonë sahabit? Automatikisht e kanë kuptuar që i falimentuar në mesin tonë është ai njeri që s'ka sen gjallë për mi shpirt. Do më thonë kanë menu të ona materiale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk është ajo çka ju po e synoni. Mirë po i falimentuam është ai njeri i cili vije në ditën e Kiametit me namaz, me zeqat, me punë të mira. Mirë po në raport punë, shme thonë, karshi punëve të mira, ka pas edhe punë të liga. E ka fy atë, e ka mbyt tjetrin, ja ka morë pasurin tjetrit, e kështu më radhë. Çka thot atëherë, në ditën e Kiametit, ka më morë tash safi i madhë. Safi i madhë, të prit në rend. Ka më morë prej sevapeve të këtyne, ka më johudh këti. Në rregull? Rend ka më morë prej sevapeve të këtyne, ka më johudh këti. Deri sa të përfundojnë sevapeve të këtyne. Atëra çka bojnë? I morën prej gjunove të këtia, hudhin aty në tjerëve. Qëto, kanë thonë në djetarët, del në pa, çështja që ti hadithi, që Allahu Jelle wa Ala thot agjerimi është për mu. Thonë krejt punët e mira mundesh me amor, përveç kujna, përveç agjerimit. Së është hisa Allahu Jelle wa Ala. Aty s'ka mundësi me prik. Shpresojmë që ky komentimi ulemove t'jetë maqsud, t'jetë i synume në këtë hadith. Mirë po, thot përveç agjerimit, ajo është për hir të Allahu Jelle wa Ala, ajo është punë e Allahut, e Allahu Jelle wa Ala din se si shpërblim për to, edhe kalon specifike për veten e vet.
që agjerimin, gjithsesi sevapin e agjerimit, në qëtë hadith, nën kuptohet se nuk mundet me ja marrën çaj person të cilit i është bërë zullum. Në rregull. Prej çështjeve që le gjurm tek besimtari është edhe fakti se agjerimi e ka lit besimtarin të reflektoj karshi kërkesave dhe urdhrave të Allahut xhelle xhelaluhu. Të reflektoj më njëherë. A e keni pa? Tash për shembull ti nëse je dimër, let, koha e shkurt, mundesh me agjeru një ditë, 2 ditë, agjeron. Ama me të pas thonë dikush përpara se kena kem kalu Ramazanin në verë, në xet, e kështu me radhë, thu shqyqër Zotit që se kum taku atë kohë. A më ta shëto shumica prej neve, jem që kemi kalu Ramazanin verës. Nëse një punë doket, një agjerim i tillë doket i vështirë, dimri kur e paramendon verës, kur ka ardhë koha e agjerimit, ka ardhë thirrja e Allahu xhelle wala, pa një pa dy të e quen edhe ke realizu këtë obligim. As nuk e ke diskutu heq. Pse se Ramazani është asisoj që ty e të kalit për reflektim karshi urdhave të Allahu xhelle wala. E këva dikush i dhem kry ton vitin e gatë. Ka probleme ton vitin e gatë. Kër vjen agjerimi, nota e parë falen taravit automatikisht nesërme në reflekton. Edhe agjeron kalitet me agjerim që me njës ta merë. Agjerimi këtë aspekt e kalit njeriun kër ballafaqohet me disa çështje mëkonën i vendosë edhe me pas shpethonën vullnet qelikt. Edhe me realizuan atë gjë. Për këtë thot pejgamberi, thot Allahu xhelle wa ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani peni derisa ta dalloni atë vijën e bardhë në horizont. Atëra lene, automatikisht e lene. Agjeroni kur ta shihni honën, lejeni kur ta shihni honën, automatikisht e realizon. Do me thonë të kalit agjerimi i Ramazanit, shme thonën me këtë epitet edhe virtut të mirë. Gjithashtu, prej çështjeve që ndërlidhet me këtë më herët, agjerimi e mbjell në shpirtin e besimtarit unitetin. Agjerimi e mbjell në shpirt, agjerimi i Ramazanit, po flasim, e mbjell në shpirtin e besimtarit, e mbjell edhe forcon unitetin, edhe zatën. Çdo mesele që ka mos pajtim rreth agjerimit, qysh me agjeru, tek me agjeru, kur me fillu, apo lihet herët, apo lihet vonë, agjerimi qëtë gjë e synon me hek. Është obligim kolektiv, edhe ashtu duhet më këshyr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sumu yawma yasumu an-nas. Agjeroni kur njerëzit agjerojnë. Edhe prishtin e agjerimin kur njerëzit e prishin. Kur organet kompetente vendosin se kjo është fillimi i Ramazanit, ti fillon. Kur organet kompetente thirrën se këtu ka përfunduar Ramazani, nesër është Bajram, e von Bajram me ta. Është e qartë? Agjerimi që ta e synon. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Me të vërtet, ky ummet është ummet i vllazëruar, që vllazëria është mishëru tek ata. Edhe mumkin e drejt thot Allahu xhalla wala. Innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Edhe karshi, që me thonën, obligimeve kolektive që duhet me fillu bashk, e duhet me përfundu bashk, agjerimi qëtë medrese e kalit edhe mbjell, që me thonë shpirtin e besimtarit
që ndjen të vëllazërisë. Edhe çdo secili që bën problematika rreth këtyre çështjeve, patjetër duhet me e pasë në konsiderat çet aspekt. Pastaj për me nxjerr fetvaja është ndosh. Për ndryshe, Islami fitnet si don. A është e qartë? Prej çështjeve që mbjell agjerimi në zemrën e besimtarit, po i kalojmë disa po i lëm për javën e ardhshme, është se tek ai e mbjell ndjenjen e falënderimit për nimetet që Allahu xhelle xhelaluhu ja jep njeriut. Vëllezër, nuk ka gjë më të rëndë se kur njeriu gjendjen e tij e bën rutinë. Që i bie, i pasuri mos me pas derë të kërkonin. Edhe pasuria e tij bëhet rutinë normal. Edhe i shëndoshi mos me ndje dhimbje për kërkon. Kjo është problem. Mirë po, besimtari çka duhet me bë? Se zatën njeriu nuk e din nimetin e pasurisë veç atëherë kur ta humb atë. Edhe nuk e ndjen edhe shijon nimetin e shëndetit vetëm atëherë kur e humb atë. Që shkanë thonë të na populli, i shnoshi si adin smutit. E ai i cili e ka barkën në gopur nuk ja din ati që e ka barkën zbrast. Sikur agjerimi vjen me e kalit që të shkollë. Vjen për me lon gjurmë të besimtari, ka dale se ti i cili Allahu të ka dhonë bereqet, të ka dhonë mal, e të ka dhonë pasuri, edhe mirësit e ti janë të pandalmet e ti, ka një kohë që duhesh me u stopu prej qëtyre, edhe me ndje çka do me thonë më koni uritur. A është e qartë? Agjerimi vjen për me të kali tyje për qëta. E kur e ndijen të tënë ditën e gatë, çka do me thonë me nejt, pa hongër e pa pi, automatikisht ta ngjall ndjenjen për tjetrin. Ta ngjall ndjenjen edhe mshurin ka dale se pas ka njerë që në këtë gjendje nashta janë të në vitin e gatë. E agjerimi vjen ka njëherë me thy egon e njeriut. Edhe me ra pak për toke, me falenderu Allahun xhallahu ala për çdo mirësi, edhe me ndjen pastaj se fqiu jem e ai tjetër nuk i pas kanë çdo mundësi, duhet me undal edhe unë edhe me ndihmuan që ati që me flejt komplet barkën gopur. A është e qartë? Islami atë që këtë e synon me agjerimin e muajit Ramazanit, ndërsa prej çështjeve që synohet gjithashtu me agjerimin e muajit Ramazanit, është edhe një çështje, po e përmendit fundit, arrin të fuqizoj vullnetin dhe të ngrit ambicien e besimtarit. Profesorat këtu çka janë e din se çdo trajnim thuja se çka e bojmë tash në shkollë, për shkolla e kështu me radhë, gjithmonë trajnuesit fokusohen me një çështje që e përmendin, thonë se ti mundesh me ja dal. Ti mundesh me ja dal. Nuk ka diçka që të vjen përpara edhe nuk mundesh me të i kalu atë problem apo atë sfidë. Tash për shembull dikush ankohet se s'u mësoj përmendsh. Nëse ti shkon me çet bindje i lodht, i dërmun me ka krejt, ti nuk mundesh me ja dal. S'mundesh me ja dal, se ti e dorëzu para kohë. Apo kur shkon me bindjen e çelek, se s'ka sen që më dalën, mundem me ja dal çeti problemi, besonin Zotin se mundesh me ja dal. E agjerimi si medrese, si shkollë, vjen për me tregu ty se me ta ngrit ambicien tonde, vullnetin e çelek tonde, so ne mundem me ja dal. Sa njeri për shembull thot, unë si vetë kum ja nis me agjeru, le të bëhet çka të bëhet. Vjen për shembull dikush i smut thot unë kum agjeruan si vetë, vullnetin e ka çelek.
ja del. E që to agjerimi që të binje të njeriu të luhatshme, Allahu Gjelle wa Ala synon me agjerim që me engjallçet ambicjet, çelek të besimtari, edhe unë mundem me ja dalën që di probleme dhe përfundaj. Dhe më thonë, këto janë disa prej roleve apo ndikimeve që ka agjerimi tek besimtari gjegjesisht në forcimin e besimit të tij. Në agjerimin duhet me kuptu si tillë. Inshallah dhe javën e ardhshme janë disa çështje që ja vlen me u trajtu rreth agjerimit, e që besimtari duhet me i pas parasysh çdo gjëra para se me ju qasë një adhurim dhe një ibadet. Do të thonë me pas parasysh synimet madhore që Allahu Gjelle wa Ala synon me çet shkollë. Se besim hoxhallarët e mëdha, ulemoja e vjetër, agjerimin e Ramazanit e kanë thujt Ramazanin vetvete e kanë thujt medrese. O shkollë që të mëson, o shkollë që të kalit. E na duhet me hyen në Ramazan me çet format. Pastaj meselet, a e prish, a se prish agjerimin, çka lejohet, çka nuk lejohet, ato janë mesele në vete që trajtohen komaskohe pa problem. Elusim Allahun Gjelle wa Ala që të na jep bereqet në fjalë edhe në vepra. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.